3 muaj kem ba me ardhë në për Meksik. Jam I pari shqiptar që jam I licencuar nga Department of Education. Merdhi ideja që ta hapi shkollën time, certifikohen diku 5.000 studenta në vit. Vi nga Kosova, I lindum qytetin e Pejës, deri në moshën 11 vjeçar apo 12 kam emigru në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht këtu në New York. Pikërisht ka qenë Kanga, babaj tim që ka qenë rapsod I popullit, I ndjerë tani, Bajrush Doda. Unë jam djali I vogël I tina, ne jemi 4 vllazni dhe në vitin 1989 ne na detyru që të ikim nga Kosova dhe vim në Shtetet e Bashkuara. Këtu ishte një ëndër e madhe kur erdhëm, si çdo mergjimtar, si çdo gurbetçar, pa ditë gjuhë, pa pas askënd tonin. Filluam si çdo gurbetçar të hekim keq në ato ditë të vështira që kishim ardhur. Punuam me vllazni, ata I kisha një jetë të mirë që isha më I vogli, që njoni dikush birëm shkollohet këtu nga ne. Në sofrën tonë gjithmonë ka qenë nga prindi im edukimi. Por unë edhe që fillova të punoj në atë kohë, edhe të shkoj në shkollë, t'ju ndihmoj familjes. Mbas shkollës mesme kam fillu me familje, me vllazni që t'ju ndihmoj në për restorante. Mbas një kohë unë punova me shumë shqiptarë, me pacienta që t'ju jepi atu që ka ju takon, që s'din, s'kan ditë shumë që ka ju ofron Amerika. Në atë periudhë unë u takova me një zonjë nga ishte komunitetit Izraele, që quhet përshëndes shumë, Irina Belushin. Ajo kishte shkollat e veta që quhet Clinton Institute. Mbas shumë kohë që punova me to, shtu më lidhi me pacienta në shtëpi apo në spitale, unë aty e mora eksperiencën e kësaj. Mas pak kohë, ishtë hap një shkollë ku konkurrojshin 20 direktora, të bëhen direktor. Në rrugtimi im me familje, 3 muaj kem ba me ardhë në për Meksik, të kalojmë kufinin. Kemi hek shumë keq që të vim këtu në Amerikë, por ky është vend që na hapi derën neve shqiptarëve. E mora testin për direktor dhe fitova atë konkurrencë që kishin dhe u bona direktori këtu në Westchester, I Clinton Institutit para 6-7 vite. Dhe duke punuar pa ndalë, pa prites, për pa kohë bona direktori në 3 qytetet, në Long Island, në Brooklyn dhe këtu në Westchester, fakulteti që ishte I shëndetësisë. Pas pa kohë, merdhi ideja që ta hapi shkollën time, pikërisht këtu në Westchester, New York. Ishte vështirësi, ishte një rrugtim I gjatë, por me ndihmën e Zotit të familjes, unë pa 3 vite mora licencën këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht New York State, për nga Department of Education për shkollën që hapa këtu. Parën shkollë që kam hap pikërisht kjo është e para. Këtu çka praktikojmë, fillojmë kemi mësime prej 41 orëve deri në 800 orë në vit. Personal assistant, care assistant, më thonë është personal assistant për pacient. Shkojmë në EKG-ja, analiza, motra medicinale që I praktikojmë këtu, e bojmë praktikën, masandej shkojmë në spitale punësohen. Më ka flajt shpirë gjithmonë ky drejtim që t'i ndihmojnë smurve, duke pasë, kam pasë edhe prindë e mi të smurë, dhe thotë isha në për spitale, shisha qka duhet ma shumë me jepë. E mora diçka nga aja shkolla që punojsha si direktor, një inventions, thojmë ne këtu, me bo perfection, pak ma të mirë diçka. Kam pasë shumë pasion një
kryetar që ka qenë Lincoln e kam admiru gjithmonë për punën që ka qenë kryetar i shtetit. Kam lexuar shumë herë historinë e tij. Mu më erdhe në mendjet që t'ja jepi emrin shkollës tonë, Lincoln Trade School. Gjendet në Yonkers, 467 Central Park Avenue. Kjo është shkolla e parë. Aty filluam vetëm me pak mësime që certifikohen, po mas një kohë duke futur mësime tjera deri online me data analyst, domethënë i bëjmë gjitha mësimet që kërkohen për një pacient apo praktikat. Mosha që është prej 18 vjeçar apo 18 vjeçare që mundën të futen në shkollë, të certifikohen, deri në moshën 70 kam pasur edhe nxënës 70 vjeçar, domethënë që nuk ka dalë në penzion. Për një vit ne kemi certifikuar për minimi nxënësa, domethënë ishte kërkesa që edhe vendi ishte pak i vogël, do të thotë. Në periferi nuk kishte shkolla kësi. U lind ideja që të hapet një shkollë tjetër, shkolla e dytë, domethënë Lincoln Trade School e dyta, është në Yorktown. Atje është një fakultet. Janë 13 klasa që punojnë ditën, natën, vikendëv, gjithmonë janë, falë Zotit, janë të mbushura ato klasa. Ideja ime është që ta përfshi, domethënë, jo vetëm një fakultet, po më shumë fakultete që punu me ambasadorë që të vinë edhe nga vendlindja jonë, nxënësat apo nga tërë bota, shqiptare, nëpër me viza që do t'i japim mësimin këtu. Vinë certifikohen dhe punësohen. Kem pas shumë shqiptarë që kanë kaluar shkëlqyshëm. Jam krenar, sa kam këshyrë, sidomos këtu në Shtetet e Bashkuara, jam i pari shqiptar që kam qenë edhe drejtor, domethënë direktor i shkollave, edukimit, dhe jam i pari shqiptar që jam i licencuar nga Department of Education këtu në New York. Atje, shkollën e dytë është fakultet i vogël, është me 13 klasa, aty janë të gjitha pajisjet, klinikat, ku bojmë praktiken. Aty qëllimi janë është që certifikohen diku 5.000 studenta në vit. Kemi 30 mësime që i mësojmë, domethënë fillojnë prej domethënë më e vogla që është PCA, që është 7 ditë, deri në LPNs, janë CNA, EKG, phlebotomy, medical assistant, e tjera. Ka qenë shumë vështirë, që kam punu, domethënë, këtë drejtim edhe si direktor, dhe isha veteran direktor i shkolla, dhe ka qenë shumë e vështirë që të licencohem nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nipin e kam, domethënë, tash direktor, është në Mayriv, New York, 24 vjeçar, për fatkeq nuk është këtu. Ka e quhet Lirim Doda, është djali i vllaut. Ai tani jalojmë gjeneratës 3 se koha është brezi 3. Këtë shkollën i kem 12 mësuese që janë motra medicinale dhe kemi doktorin të përgjithshëm, që quhet Erik. Kemi 4 agenta, 2 direktorë janë këtu. Te pika tjetër jemi tërsej 28 administratë, domethënë. Aty janë 4 direktora, janë 12 agenta, kemi punëtorë tjerë, mësuese, disa janë me orar plot, disa janë me orar se punojnë edhe në për spitale, por tërsejmë janë me mësuese, me krejt, me staf. Jemi 76 punëtorë të kësaj Lincoln Trade School fakultet, domethënë shëndetësisë. Ne kemi bashkëpunim me spitale, domethënë me shtëpia të pleqve, agjencionet ndryshme që janë 1800 agjencionet shtëpive që janë pacienta në për shtëpi, me gjitha spitalet që kemi kontrata me ta. Ne për një vjet e gjysmë me familje i kemi majtë me kufera që
Tash shpejt e shpejt do të bëhet Kosova mirë dhe do të kthehemi. Du ta cek edhe tjetër, se duket që në atë kohë kur kemi ardhur në shumica bashkëdhëtarëve që i kam dëgjuar në atë kohë, të gjithë kanë qenë tikur nga Serbia, shpresë që po bëhet Kosova mirë do të kthehemi. Nuk jo për një jetë më të mirë, na kemi ikë për me pështru shpirtin tonë. Domethënë e maj mend kur i maj mend torturat e familjes time, i maj mend kur babën tim vishin e ora 1 natës, puna kangës, merën supë peje, maj mend vllaun tim të madhin 16 vjeçar duke torturuna për në supë të pejes. Unë Amerikë kisha atje, puna se baba ishte artist. Po metëm këtu, për mua Amerika është shtëpia ime tash, i kam edhe fëmijët lindën, po gjithmonë shpirtin e zemrën e kam, bilem kur të nisem, se shpesh shkoj edhe në Kosovë atje, kur të nisem prej këtu, se kem në një bazë mundale ose në Evropë, më duket se më hapet zemra ma shumë, kur shkoj si afrona Kosovës. Kur të mbri në Kosovë, më duket aja hija zezë, se të rrim këtu, si e din këta gurbeqartë, më largohet prej shpinë, më hapet zemra. Me shpresë që të kthehem çdo ditë kam shpresën të kthehem në Kosovë, pse jo mos me hap edhe një fakultet në vendlindjen time.